Kur do të bëhet vlen parti? Punët e mira thuan shkojnë ngadalë dhe duhet bëhen ngadalë, duhet bëhen pa lëshime, pa probleme të cilat mund të lindin të nesërme. A ka afat konkret apo ende jo? Nuk kemi limit kohor, nuk kemi presion kohë, nuk ka zgjedhje këtë vit. A janë harmonizuar plotësisht parimet apo ndoshta ka dallime mes liderëve? Kjo është shumë e pritur që mund të ketë dallime, mund të ketë laramenit mendimeve, propozimet ndryshme, argumentime e kështu me radhë. Flas për dhe kjo na parimet. merr kohë për formulimin e saktë të partisë politike. A është vendosur modeli drejtimit, një kryetar i vetëm me rotacion dhe presidenca apo me 2 bashkëkryetarë? Po nuk kemi ndonjë konsenzus mes nesh deri më tani, deri në këto çaste se cili model do të jetë më i miri për Vlenin. Cilin kandidat do ta mbështes alternativa për kryetar të Vlenit? Se nuk ka rëndësi emri, është shumë me rëndësi modeli. Pse kanë kaq të vështirë të tregojnë 2 emra, një arsye? Cilin e shohin në fillim si kryetar i Vlenit? Nëse insistoni për emër, për hatrin tuaj po e them. Po nuk ka të bëjë me vlerësimin se njëri është më i mirë se krejt tjerët. Jo, e shihni veten si kryetari i ardhshëm. Tani në atë frym po flas. Domethënë secili nga ne mund ta marrë përgjegjësinë për arsye se kemi dëshmuar se jemi përfaqësues të denjë të një partie politike. Realisht, cili lider po e dikton ritmin e bashkimit të Vlenit? Të gjithë jemi një zëri, por kemi natyrisht divergjenca në modelin e subjektit të ri politik. Kthimi i grupit nga Ratia, akt përgjithësia apo lëvizje detyruar nga rrethanat? Artan Grupi e ka kuptuar se BDI nuk vjen në qeveri për ta mbrojtur. Natyrisht duke mos dashur që ta mbaj barën e përgjegjësisë vetëm vet, presim që së shpejti Artan Grupi të jetë ajo kutia e zeze e BDI-s në të cilën mund dalin edhe shumë emra të tjerë. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 jep zëvendës kryeministri i parë dhe njëherët kryetari i Alternativës Bekim Sali. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.